Mendoj se ka disa arsye për të cilat, ose le të them kanë ndikuar disa faktorë që e determinuan këtë rezultat me një diferencë kaq të thellë, gati 250.000 vota, midis asaj që Partia Demokratike ka pas marrë në 2021 dhe asaj që mori sot, dhe gati 300.000 vota midis asaj që Partia Demokratike duhet merrte për të kaluar qoftë edhe një votë më shumë se sa mazhoranca që siguroi Edi Rama. Faktori parë është lufta e brendshme në Partinë Demokratike. Faktori dytë, ose arsyeja e dytë, është fakti që Partia Demokratike nuk ndryshoi. Refuzoi të ndryshonte veten dhe përpasoi, kur ti nuk ndryshon veten, edhe qytetarët votuesi kuptojnë që ti nuk mund të sjellësh ndryshimin. Arsyeja e tretë është, mendoj që është vetë lideri i Partisë Demokratike, pra zoti Sali Berisha, i cili mendoj se kishte kaluar kohën e tij dhe tani është kthyer në një kohë tjetër që nuk i takon atij. Kohën e tij ai e zauroi me të mirat dhe me të këqijat, me avantazhet dhe dizavantazhet deri në 2013. Kthimi i pas për më tepër në 2021 ishte shumë, sepse erdhi dhe në mënyrë të dhunshme, e ndau Partinë Demokratike dhe dha mesazhe, do të thënë që ai nuk ka ndryshuar në perceptimin publik, pra është i njëjti lider që ka qenë edhe në kohët më të vështira të tranzicionit shqiptar. Pra, duke udhëhequr nga filozofia e dhunës, keni parasysh fjalori i tij ka qenë fjalori i revolucionit, i mosbindjes civile, i bllokimit, i shkatrimit. E kam fjalën këtu që jo vetëm po ju e keni parasysh, ai tha do të shkatroj Spakun, dhe të gjitha këto besoj që ndikuan. Ka dhe një arsye të katërt që dhe kjo është shumë e rëndësishme, është çështja e mungesës organizimit të Partisë Demokratike. Partia Demokratike u fut krejtësisht e çorganizuar në këtë fushat, sepse e para e dëmtoi sherri i brendshëm, ato shizmat që dolën nga Partia Demokratike deri në fund, deri sa doli përveç Lulzim Bashës, domethënë pjesës së Partisë Demokratike, doli Agron Shehaj dhe korrente të tjera nga Partia Demokratike që u bashkuan partive të tjera të vogla. Dhe e fundit mendoj që ishte edhe menaxhimi i ditës së zgjedhjeve. Partia Demokratike, siç e vutraj ju, edhe nga filmimet që kanë nxjerrë tani, nuk ka pas bërë trajnim të komisionerëve. Komisionerët kanë qenë tërësisht të çorganizuar, janë futur aty se duhej plotësuar numri, dhe në pjesën më të madhe të qendrave të votimit nuk ka pasur fare komisioner në numrin që i takonte opozitës. Mund të ketë pasur, gjithmonë mazhoranca ka tentuar të blejë, sidomos në zonat periferike, por ndoshta edhe në qytetet e rëndësishme, në zonat e rëndësishme urbane. Nuk e di këtë, sepse duhet të kesh prova, duhet të kesh fakte, por si fenomen ka ekzistuar. Në të shkuarën nuk përjashtoj të ekzistojë edhe sot. Le të gjejmë një arsye tjetër që është arsye madhore, që kjo arsye madhore ka të bëjë me faktor ekstra PD, që është vetë Partia Socialiste. Partia Socialiste është shumë organizuar. Edi Rama ka mundur që të bëjë një makineri elektorale, ta kthejë Partinë Socialiste në një makineri elektorale, ajo që njihet si inxhinieri e votës e Edi Ramës, ku këtu ka futur jo vetëm faktor politik që përsa i takojnë partisë të tij, por ai ka angazhuar edhe faktor jashtë politik. Një është angazhimi i shtetit, i administratës publike, i gjitha institucioneve që kanë bëjnë dhe lidhen drejt për drejt me pushtetin e Edi Ramës. E dyta është që bashkëpunimi me krimin dhe krimin organizuar, krimin ordiner dhe krimin organizuar. Dhe e treta është fuqia ekonomike. Patjetër që ka pasur një fuqi të jashtëzakonshme ekonomike. Por aseti më i madh i fitores së Edi Ramës ka qenë Sali Berisha. Statusi i tij non grata, vendosja në kohë të gabuar, domethënë pa ide të reja, dhe refuzimi për të ndryshuar ekipin e tij, filozofinë e tij, dhe për të rishpikur veten, për të dalë në një mënyrë tjetër, jo si Berisha i njohur në historinë e tij. Pra, jo Berisha me berishizmin, por një Berish që ta kishte braktisur berishizmin. Kjo qeveri e korruptuar natyrisht
e super korruptuar natyrisht që do të ishte rrëzuar. Mendoj këto janë faktorët që sipas meje që definuan këtë rezultat kaq të thellë. Ne se përjashtojmë dot si faktor Sali Berishën, ai është aty dhe ne diskutojmë me këtë, do të thënë ta bëjmë bukën me këtë miell që kemi. Do të thënë gjë më mirë do ishte mos ishte fare Sali Berisha dhe të Partia Demokratike dhe gjithë e djatha të ishte rikompozuar, ku të ishte grumbulluar, të ishte bashkuar e gjithë e djatha dhe një proces i lirë demokratik i ndershëm le të nxirrte një leadership të ri të Partisë Demokratike dhe të përgatiste një filozofi të re, do të thënë një qasje të re ndaj qytetarëve shqiptar. Nuk është çështje programi, do të thënë partitë politike, gjithsekush, qoftë edhe shoqatat, një program janë në gjendje ta bëjnë. Çështja është e besueshmërisë, dhe është raporti i besimit që krijon ti me elektoratin. Pra e ndjen elektorati që ke seriozisht ti atë që do të bësh, pra që do të vish në pushtet, do të jesh ndryshimi dhe do të jesh ti ai që do të jesh partneri i ri i këtij elektorati, apo do të jetë thjesht një rotacion siç tani ata është radha jon. Pra të ikë një tuf hajdutësh dhe të vi po ashtu një tuf tjetër hajdutësh. Qytetarët shqiptar këtë perceptim e krijuan dhe zakonisht edhe shkencat politike njihet kjo në teori që në këto kushte të barazisë së keqes natyrisht që zgjidhet status quo-ja. Por nëse do të vazhdojnë kështu, natyrisht që Berisha do ta marrë me vete atë parti, ajo do rrudhet. Nga të dhënat që kam nga tereni të paktën, nga kontaktet që kam, ka thyerje të njerëzve. Është momenti i thyerjes tani. Sepse u thye besimi. Berisha e rriti shumë besimin tek ata. Kur u kthye me foltoret e tij, u tha që për 6 muaj, po të më besoni mua dhe të heqim lul bravën dhe të vendosim kryetari PD-s, tha Berisha, për 6 muaj unë rrëzoj Edi Ramën, nuk e rrëzoj dot. Pastaj ju tregoi revolucionin, tha që do ta rrëzoj me revolucion. Dhe s'ka forcë në botë që ndal revolucionin ton. Dhe kjo përkundër me ato vargjet e këngës së revolucionit në kohën e komunizmit. Ke parasysh kur shkonin në aksion, që thoshin s'ka forcë në botë ta ndal revolucionin ton në rrugën ton. Dhe mendoj tjetra është fakti që Zoti Berisha e ka kthyer si sekt, do të thënë ai koncepton ka një lidhje shpirtërore me partinë që ai mendon se ka krijuar ai. Kjo është gënjeshtër deformimi i historisë. Partia Demokratike nuk e krijoi Sali Berisha, është një nga themeluesit e partisë, por nuk është ai themeluesi i partisë. Partia Demokratike nuk e krijon dot një individ, një parti, kushdo qoftë ajo, sidomos në ato momente siç ka qenë Shqipëria në diktaturë dhe ishte momenti i thyerjes së diktaturave dhe komunizmit në lindje. Partia Demokratike u krijua nga shumë faktorë. Një nga ato faktorë ka qenë jo vetëm dëshira dhe vokacioni i brendshëm i qytetarëve shqiptar, por ka qenë dhe mekanizmat e pushtetit të diktuara nga kontrata që kishin bërë me perëndimin, sepse duhet bërë një kapërcim të butë. Kështu që edhe Ramiz Alia ka kontribut në krijimin e pluralizmit shqiptar, nuk themi vetëm të Partisë Demokratike, por mbi të gjitha janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe perëndimi, të cilët donin që me çdo kush në Shqipëri të thyej komunizmi. Pra, vim në cili do të jetë fati i kësaj partie. Nëse do të vazhdojnë kështu me këta njerëz të tredhur aty brenda, të tredhur në mendim, në shpirt, nuk e kanë konceptin e lirisë, por janë vanitoz, do të thënë janë kthyer në vanitoz, në përfitues të mirave materiale që të jep sot zhvillimi i lartë i tregut dhe i teknologjisë. Dhe këta duan me çdo kusht të pasurohen dhe të përfitojnë, të jetojnë mirë, të kenë një jetë komode. Pra nuk ka më në Shqipëri, mendoj unë, ose në Partinë Demokratike figura të tilla, individ mund të ketë, por nuk përbëjnë dot, le të themi, nuk bëjnë dot fluks, nuk përbëjnë dot një rrym. Nuk krijojnë dot zhvendosje, do të thënë janë pa organizuar dhe ata që janë natyrisht shikojnë modelin ton që u rebeluam dhe tashmë jemi jashtë politikës. Pra, sepse këtu është bërë vetë sistemi i tillë që të nxjerrë jashtë politikës. Sistemi është bërë që të favorizohet partitokracia dhe mbi të gjitha kryetarokracia. Prandaj Berisha dhe Rama ulën në 2008-ën
dobësuan institucionet me marrëveshjen që bën, të gjitha institucionet pa përjashtim, si institucionet shtetërore, ashtu dhe institucionet politike, që janë partitë mbi të gjitha, dëmtuan demokracinë dhe krijuan një shtratin për të sunduar në mënyrë rotative, herë njëri herë tjetri, por vetëm midis këtyre dyve. Pra politika është e kapur nga sistemi dhe sistemi është i kapur nga dy kryetarët e partive të mëdha për momentin, që është Edi Rama dhe Sali Berisha. Nëse nuk do të thyet kjo barierë, pra ky sistem, ky shtrat me cilin shtrihen këto trupa, demokracia shqiptare do ta ketë shumë problem. Dhe fut këtu pastaj dhe zhvillimet gjeopolitike dhe gjeostrategjike, të cilat nuk e favorizojnë, pra nuk kanë vëmendje të ndërkombëtarëve, që të ndikojnë, siç ka ndikuar në të shkuarën, me atë kallauzin e tyre, për të treguar shqiptarëve se cila është rruga e dur. Prandaj shikojmë perspektivën të zymt. Vetëm një fjali për misionarin. Të gjithë ata të cilët e kanë quajtur veten misionar i kanë bërë shumë dëm njerëzimit, shoqërive të tyre. Jo më larg, po Hitleri, Mussolini, Enveri, Stalini e tjerë, gjithë këta diktatorët e kanë quajtur veten misionar. Njerëz që komunikonin me Zotin dhe përpasoj kanë lënë mbrapa vetëm gjak dhe viktima. Partitë e reja kanë gjithë shansin e tyre historik, është historik sepse nuk të vjen prapë me një moment të tillë dhe mendoj që më shumë se sa ata e krijojnë vetë historia, e krijuan vetë këta dy të mëdhenj këtë avantazh ndaj tyre, duke qenë se po të i referohesh statistikave, shumica e qytetarëve shqiptar nuk kanë marrë pjesë në votime. Sepse ke gjysmën e qytetarëve shqiptar e votuesve shqiptarë ke jashtë vendit dhe prej atyre kanë votuar vetëm 200.000, edhe pse kishin drejtën e votës. Kurse në Shqipëri kanë votuar diku rreth 40-50%. Kështu kjo do të thotë që shumica e qytetarëve shqiptar refuzojnë si Ramën edhe Berishën, pra klasën e vjetër politike. Mirë po këta të rinj, tani nëse do të vinë me të njëjtën shkollë, me të njëjtën filozofi në qasje, siç e kanë bërë deri më sot, konfliktuan me njëri tjetrin, hileqar, hilecak, pengues, pra ai tipi i politikanit Ballkanas, që kjo në perëndim njihet si balkanization, një mënyrë hileqare të bërit politike, pa sinqert, e dhunshme, shpeshherë dhe pa parime. Nëse do të vinë me këtë qasje, nuk do të kenë të ardhme. Nëse do të ndryshojnë qasje, shanset i kanë më dha, ja ku është fusha ja dhe aty do të jetë dhe betejë që do të bëjnë nesër. Pavarësisht se duket sikur ata kanë arritur një rezultat dobët, unë mendoj që kanë arritur një rezultat shumë të madh moral, sepse jo vetëm që përfaqësojnë në parlament do kenë zërat e tyre, aq sa do të jenë, por ama do të shfaqen ndryshe dhe duhen të shfaqen ndryshe, por nga ana tjetër kanë marrë dhe gati 200.000 vota. 200.000 vota nuk janë pak në këtë sistem, thash që është sistem bllokues për partitë e vogla. Autoritarizmi të shtyp dhe këta janë të brisht, janë personalitete pozitive, individ do të thënë që kanë edhe një lloj backgroundi profesional, të admirueshëm në publik, kanë në një lloj gjurme, nuk janë të asaj madhësie, do të thënë të atij dimensioni që kanë qenë figurat politike të Partisë Demokratike në historinë e vet, që nga 90-ta deri le të themi në vitet 2010, kështu. Po ka ndryshuar edhe qasja e publikut për politikën. Po, patjetër. Se ka nevojë kaq shumë tani për figura kështu misionar, domethënë. Jo, nuk them për figura misionar, them misionar në kuptimin për personalitete të cilat duhet të kenë mbi të gjitha para se të kenë jetën politike, të kenë pasur një jetë profesionale, që të kenë lënë një gjurmë, pra të thotë diçka. Pra këta emra gati si TPD-ja dhe TPS-ja nuk janë zëvendësuar ende. Nuk janë zëvendësuar. Pra të krijojmë ato, e kam fjalën vetëm në këtë aspekt, në aspektin e emrave që vijnë nga profesionet të tyre. Mirë, po gjithsesi janë emra pozitiv që të cilët kur i kanë marrë këto vota i kanë marrë për të bërë kontrastin me Berishën. Këto janë votat anti-Berish brenda PD-s.
Janë votat të cilat i jepen një profili të butë, një profili qytetar, një profili siç e duan ata ta shikojnë profilin e politikanit shqiptar. Dhe këtë e shikoj tek votat që ka marrë Jorida Tabaku, që ka marrë Ali Mehmeti dhe që kanë marrë figura të tjera. Qofshin dhe figura karizmatike si Myslim Urizi, që është i votuar i tret në Partinë Demokratike, sepse aty ai nuk është rastisht kjo. Është për fakte për arsye të individualitetit që ka ky kandidat për deputet, kjo figurë politike, por edhe për shkak se ai vjen që nga 90-ta dhe përfaqëson një histori në Partinë Demokratike, por të njeriu të lirë. Sepse duam ne, në raport me të tjerët, Myslimi është njeri që ka një lloj lirie. Nuk e pranon shumë autoritetin e kryetarit të njëshit. Tani, edhe figurat tjera të reja, që kanë marrë vota, jo kaq shumë, por prap janë të votuara, ato përbëjnë janë vota të kontrastit. Vota që janë dhënë për shkak se si do donin këta qytetarë ta shikonin politikanin e Partisë Demokratike. Dhe këto janë vota që janë dhënë për inat të Sali Berishës. Edhe për inat të Sali Berishës. Jo vetëm për meritin e tyre, por edhe për inat të Sali Berishës. Sepse Sali Berisha, Benjaminët e vet, njerëzit që ai do t'i ketë në parlament, të cilët janë gati japin dhe jetën për të, dhe kur kanë ditëlindjet tonë, kur ka ditëlindje udhëheqësi thonë që marrët edhe nga ditët tona, këta Berisha i ka futur në listë mbyllur. Pra këta janë deputet me 0 vota. Janë eksaktësisht ajo që thotë ju, të punësuarit e kryetarit me rroga shumë të mira. Përpasoj, këta janë mercenarë, sepse janë nëpërmjet pagesës që u bën kryetari me këto benefitet që ka deputeti, ata janë gati të bëjnë gjëma, domethënë takma në parlament. Do të thotë ky digjen i parlamentit, do ta djegin ata. Se për atë punë janë futur. Do thotë ky bllokoni hyrjet, daljet, do t'i bëjnë ata. Por kanë një problem të madh. Ata nuk janë lidhur me njerëzit, nuk janë lidhur me bazën, baza i urren, edhe për më tepër që fituan qyl dhe nuk janë të votuar. Ata s'kan marrë një vot nga qytetarët. Pra që këtu ata janë të shkëputur, jo vetëm nga baza e partisë tyre, por edhe nga elektorati, se deputeti është i gjithëve, kandidati për deputet është vetëm i partisë. Problemi është që lidhja që kanë me Partinë Demokratike është shumë e fortë. Janë njerëz të cilët kanë sakrifikuar për Partinë Demokratike në vite, për më tepër që ka një kohë shumë të gjatë në opozitë dhe kjo i ka mbledhur edhe i ka më shumë rreth saj. E para e dyta është indoktrinimi që bëri Sali Berisha. Sali Berisha me tezat që hodhi këto vite, duke sajuar armiq dhe ju e dini, sa herë që do të sundosh dhe të pushtosh një popull, kryo armiq të brendshëm dhe të jashtëm. Sali Berisha u dha me shumicë armiq. Nga njëra të jashtëm u dha Shtetet Bashkuara të Amerikës kur e shpallën non grata, duke na tamuar ambasadorët dhe çfarë ishin përfaqësues të Shtetit Bashkuara që vinin në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër këtu brenda krijoi armiqtë e tij që ishte Lulzim Basha dhe ata që mbështesnin Lulzim Bashën, që nuk jo se mbështetnin Lulzim Bashën, por refuzonin t'i bashkoheshin Sali Berishës, autoritarizmit të tij dhe figurës së tij. Dhe në këto kushte këta edhe kishin edhe një rrezik tjetër, një armik të prershëm që sipas tyre, sipas Berishës, është Edi Rama dhe Partia Socialiste. Që në fakt për Berishën Edi Rama dhe pushteti i Edi Ramës nuk është armik, sepse dihet tashmë që miqtë e familjes së Berishës dhe vetë familjarët e tij janë të kapur në flagrancë si njerëz që kanë benefite nga qeverisja e Edi Ramës. Ditën bëjnë gjasme sikur zihen për politike, për demokracie, sikur theren për hallet e njerëzve, dhe natën nëpër lokalet e Tiranës apo edhe të periferisë ulen aty dhe ndajnë Shqipërinë në copa. Do të thënë me Edi Ramën, e ndajnë në resorte, e ndajnë në pallate, e ndajnë në investime publike e tjera dhe parat pra i ndajnë së bashku. Kështu që duke jetuar në një realitet të gënjeshtër, tani po e kuptojnë qytetarët shqiptarë, sepse ata mendonin që Berishën si një figurë i fortë, i pakompromentuar, njëri që i lufton armiqt dhe i mund ata, një lloj mitizimi i figurës Berishës, do t'i bindën në pushtet. Mirë, po kjo nuk ndodhi, edhe ata janë zhgënjur sot, sepse po bëjnë me këtë mandat që morën tani, që e humbën tani, që e morën socialistë domethënë, i thonë 16 vjet në opozitë. Dhe duke qenë Sali Berisha me këto të dhëna që ka dermë sot, dhe duke refuzuar të ndryshojë, duke refuzuar të hapi partinë, duke refuzuar të bëjë një parti më të madhe se sa kryetari,
humbjen 2029 e kanë sigurt. Për mos flas që ajo do të dëshmohet që në zgjedhjet lokale të pjesme apo dhe ato të 2027-s. Kështu që këta njerëz kanë halle, kanë probleme, diku duhet të integrojnë dhe zgjedhin ose të ikin nga Shqipëria, sepse s'ka shpresë këtu, ose pastaj të konformohen me pushtetin. Prandaj Partia Socialiste ne themi sa më shumë korruptohet, edhe burgosen aq më shumë rritet. Po rritet sepse ikin nga e djatha shkojnë te Partia Socialiste. Sepse ata konformohen. Unë e di shumë në zonën time ku kam qenë atje nga jugu i Shqipërisë, njoh individ që kanë kontribute shumë të fortë në Partinë Demokratike, kontribute shumë të forta në Partinë Demokratike, të cilët në këto zgjedhje kanë qenë pjesë e stafeve të deputetëve të Partisë Socialiste. Për fatin e keq.